Gruaja që vrau që të gjithë dashnorët. Sipas jush, njeriu lind vrasës apo bëhet vrasës? Unë them se njeriu i ka që të dyja brenda. Pra ka djallin dhe ëngjëllin, por varet se kë ai zgjon. Dhe jeta jon, po thuaj në jetën e parë të rinisë son, është themelore, siç e kam thënë dhe herë të tjera. Megjithatë, dëgjojeni këtë histori sepse është vërtet për ta diskutuar dhe është për të reflektuar thellë, sepse ndodhi dhe është mirë që të jemi të informuar. Janë pikërisht ato informacione që ne japim këtu çdo ditë që lindin ato informacionet mes nesh, pra në të qenurin ton. Tani varet se çfarë informacionesh ti jep, kështu që ne japim informacione pozitive dhe zgjojmë pozitivitetin. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Më falni që them gjithmonë, por ndonjëherë kalon ndonjëri dhe nuk i bën like. Nuk ju kushton asgjë. Atëre, Kelly Korkan ishte një vajzë që mes një familjeje vërtet komplekse. Ajo mendonte se prindrit e saj donin më shumë motrat e saj dhe vllajin se sa atë. Në fakt, ishte rritur në mënyrë vërtet shumë të egër dhe flasim, ajo kishte lindur në vitet 64-65. Dhe Kelly, me kalimin e kohës filloi që të gënjente, të vidhte, të bënte gjëra që nuk i bënin fëmijët e tjerë. Dhe në moshën e adoleshencës filloi që të përdorte çdo lloj pislloku. Pra shkonte me këdo, pa e qarë kokën fare, por mbi të gjitha përdorte edhe nga ato gjërat, pra çdo lloj lënde. Dhe u rrit në një mënyrë vërtet komplekse. Në moshën 16 vjeçe, gjysmë 17 vjeçe, ajo shkoi të studionte, pra u shkëput nga aty ku ishte, dhe njohu dikë, pra në moshën 18 vjeçe, njohu dikë, njohu një tip Johnson që ishte 4 vjetë më i madh se ajo. Dhe Johnsoni e donte ashtu siç e kishte parë. Dhe ajo ishte ajo që dritonte zakonisht. Por ata u dashuruan dhe vendosën që të martoheshin. Me kalimin e kohës filluan që të frekuentoheshin shumë dhe të zgjidhnin që të martoheshin. Dhe kur menduan që të martoheshin, atë ditë i premtuan njëri tjetrit diçka makabre. Në qoftë se unë apo ti i than njëri tjetrit do tradtojmë, pra kushdo që tradtoj, do vrasim dashnorin, me pak fjalë. Dhe ky ishte pak, pra Johnson ishte pak, si mund themi, skeptik, edhe nuk donte që të shprehej kështu. Mirë po, ajo e detyroi, i tha, nëse do të martohesh me mua, tha, vetëm kështu. Dhe Jason, më falni, jo Johnson, Jason, dhe Jason pranoi që në qoftë se do, edhe ai, në qoftë se do tradtonte gruan, sepse do martoheshin, ai do e vriste dashnoren. Mirë po, e para që tradtoi ishte ajo. Ajo tani, pa i thënë gjë atij, duket sikur kishte bërë disa lëvizje të çuditshme. Megjithatë nuk kishte zbuluar asgjë për momentin. Por çfarë ndodhi? Pas disa viteve, 4-5 viteve martesë, Jason psoi një aksident në mes dhe nuk mundej dot më që të punonte pesha të rënda dhe kërkonte punë. Mirë po gjatë asaj kohe, ajo ishte vetëm ajo që punonte dhe kështu që u bë pak një moment i bezdisshëm. Në fakt, ai në fundit mendoi që është më mirë tha që të ndahemi. Ajo tha, jo, duhet të japim kontributin, bile duhet të marrim atë që kemi thënë, pra paktin që ne kemi bërë. Dhe unë jam e gatshme, tha kjo. Dhe ajo kishte njohur në fakt Chrisin, një burr tjetër, dhe nuk i kishte thënë gjë këtij. Kur e zbuloi ky, pra Jasoni, nga i moment, ishte momenti që ai tha që të ndaheshin, por ajo nuk pranoi dhe kështu që tha do bëjmë një gjë dhe e planifikuan. E thërriti këtë Chrisin, ky Chrisin e kishte menduar që tikte nga zona ku ishte, mirë pa e tha përpara se tikësh tha, sepse kishin lënë mes njëri tjetrit,
tha, dëgjoni se është vërtet interesante. I tha, të takojmë edhe një herë, tha, për herë të fundit. Dhe Krisi shkoi si përfundim tek shtëpia e kësaj. Ajo nuk i tha gjë, që pas derës ose fshehur diku ishte Jasoni që ishte përgatitur çdo gjë dhe i bën një kurth Krisit. Pasi kjo mundua që të gjoja ta nënshtronë, ai nuk donte më, por sidoqoftë u takuan, u fut Jason dhe e qelloi me armë në kokë dhe vdiq Krisi. Mirë po, me çuditshme dhe me tmerrshme e kësaj historie është që këta, pra çifti, çfarë bën? E pren copa. E pren dhe pastaj e bën barbecue dhe ftuan të gjithë këta të zonës. Pra komshinët. Komshinët i vurën re që nuk i kishin bërë asnjëherë një gjë të tillë, pra të ftonin për darkë dhe për drekë. Dhe e pan pak si të çuditshme, por më vonë kur shijuan mishin që kishte një shije të tmerrshme, jo të mirë, atëherë dyshuan, por nuk thanë gjë. Megjithatë, mbaroi aty për momentin. Por ndërkohë kërkonin Krisin, sepse Krisi ishte zhdukur dhe policia ishte vënë në kërkim. Kjo tha që nuk dinte gjë. Në fakt, askush nuk e kishte parë Krisin që kishte ardhur aty, nuk dihesh gjë fare. Mirë po, nuk kaloi shumë dhe këta, pra policia, për ta provokuar, sepse nuk e kishin akoma këto përgjimet e telefonave, ishte viti 2014, dhe në atë moment i thanë që shiko, Jason na ka premtuar që do thot çdo gjë. Kështu që është mirë që ti të tregosh, i thanë kësaj. Dhe ishin akoma, pra kjo nuk e kishin arrestuar, sepse nuk kishin prova. Kështu që ishin akoma në trataktiv. Dhe në këto bisedimet që bënin, ajo mendoi diçka. E thërriti këtë të shoqin, sepse ai filloi që të jetonte në një shtëpi tjetër, pra më larg se ku gjendej kjo, dhe si përfundim ky shkoi. Kur shkoi, ajo i bëri diçka, i hodhi diçka në gotë, ai e piu dhe filloi që të rrullosej, në fund fare e mbyti me lug. Dhe u tha atyre që nuk e di se çfarë ndodhi. Ata bën gjërë, pra policia bëri gjë sikur nuk e kuptoi, megjithatë një nga policët i tha diçka kur e mori në pyetje. Ne na ka treguar çdo gjë, tha Jason. Kështu që nëse do ti na thuash çfarë ka ndodhur, do të jetë më lirë për ty ai dënimi. Ndryshe jemi të detyruar, sepse ne kemi një videokaset të gjithën të Jasonit dhe kishin përgatitur një filmim të vogël, gjoja që ishte një deklarate ti, por nuk ishte vërtet. Si përfundim, ajo pranoi. Mirë po, nuk pranoi vetëm këtë. Ajo pranoi sepse ajo në fund vrau të shoqin, pra Jasonin, kishte vrarë dhe Krisin, por si pas të dhënave, kishte vrarë 9 të tjerë dashnor. Pra gjatë jetës së saj, ajo që kur i kishte dhënë premtimin këtij të shoqit, Jasonit, kishte njohur burra të tjerë, por i kishte vrarë vetë, kurse herën e fundit ja la që ta vriste i shoqi. Dhe në fund e pranoi që kishte vrarë dhe e dënuan me burgim të përjetshëm. Mirë po, janë disa histori që unë nuk e kuptoj se përse doja të arrija këtu në këtë konkluzion, që nuk e di se përse, por shpesh ndodhin në Amerikë. Dhe është e çuditshme. Pra një serial killer, përveç Amerikës, unë nuk e di, serial killer për shembull thoshin edhe për në Itali. Mirë po, në atë kohë ndodhi të paktën kështu thuhet si u zbulua më vonë në 3-4 momente të ndryshme dhe mendohet që nuk ishte një njëjtador. Por për t'i dhënë një emër thanë që ishte një serial killer. Megjithatë që atëherë nuk ka ndodhur më në Itali. Por doja të thoshja, në vendet e tjera, unë nuk e dëgjoj se sa herë dëgjoj në Amerikë që shpesh ka disa që bëhen serial killer. Dhe pyetja ime është pse? Dhe tjetra, sipas jush, pse kjo vajzë, pra Kelly, zgjoi djallin dhe jo ëngjëllin në vetvete, sipas jush?
sepse luan një rol të rëndësishëm jo vetëm familja, por edhe shoqëria ku jetojmë. Kështu që jo të gjithë janë të aftë që t'ja anashkalojnë disa shok apo shoqe të padenj. Megjithatë, dhe kështu që me kalimin e kohës bëhen dhe këta shumë të këqinj. Megjithatë, do dëshira një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë histori dhe natën e mirë.